Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin Uniflora. Sot do të kemi një bisedë me një zë të ri dhe të fuqishëm të studentëve. Është Altea, studente e degës së drejtësisë dhe kryetare e Këshillit Studentor në Universitetin e Vlorës. E angazhuar, e artikuluar dhe me një ndjeshmëri të veçantë ndaj çështjeve që prekin komunitetin studentor, ajo përfaqëson një brezë që kërkon ndryshim mes dialogut, iniciativës dhe përfshirjes aktive. Altea do të flasë për sfidat, për nevojat reale të studentëve, për bashkëpunimin me strukturat e universitetit dhe rolin që duhet të ketë një këshill studentor sot. Mirë se erdhe, Altea. Mirë se rigjeta. Shumë faleminderit dhe është një kënaqësi e veçantë për të qenë pjesë e këtij podcasti të mrekullueshëm. Shumë mirë. Altea, ti je studente në degën e drejtësisë. Diçka më shumë për veten, do donim të dëgjonim, por mbi të gjitha edhe çfarë të motivoi të angazhohesh për të qenë pjesë e Këshillit Studentor e më pas zgjedhja kryetare e Këshillit. Unë jam Altea Hoxhaj, jam studente në Universitetin Ismail Qemali, në Fakultetin e Shkencave Humane, në Departamentin e Drejtësisë. Studioj dhe jam në vitin e tretë, mund të them që dega në të cilën studioj më frymëzon dhe më bën të jem optimiste kundrejt iniciativave të reja, dhe pse jo për të përfaqësuar dhe për të ngritur zërin për të drejtat tona si student, sepse përpara se të jem kryetare e Këshillit Studentor, mbi të gjitha në fillim jam një individ dhe jam një studente. Mund të them se ajo çfarë më frymëzoi dhe më bëri që të ndërmarr një hap të rëndësishëm është dëshira që kam për të prekur çështje të cilat lidhen me ne, sepse vitet e studimit që kalojmë në universitet janë të shumta dhe ne aty hasemi me aktivitete, hasemi me projekte të reja, hasemi me detyrat që kemi, por edhe të drejtat që kemi si studentë. Ku ka më mirë se sa të kemi një grup tonin për të përfaqësuar dhe për të folur për eksperiencën tonë. Altea, cilat janë shqetësimet kryesore që shprehin studentët? Dhe përfshirë edhe këtë, do doja edhe misionin dhe qëllimin e Këshillit Studentor. Atëherë, qëllimi kryesor i Këshillit Studentor është përfaqësimi i zërit të studentëve. Si kryetare e Këshillit Studentor, por nga ana tjetër së bashku me një bashkëpunim shumë të mirë dhe me anëtarët e Këshillit Studentor, ne përpiqemi që të përcjellim zërin e studentëve, kërkesat dhe pse jo dhe shqetësimet e tyre, ne të sigurohemi që t'i trajtojmë me prioritet dhe të kemi një përgjigje për to. Kërkesat fillimisht janë të shumta, pra për aktivitete jashtë kurrikulare, për projekte, por nga ana tjetër edhe shqetësimet e studentëve janë pjesë aty. Studentët përgjithsisht kanë kërkesa më shumë se sa shqetësime në lidhje me ambientet e studimit, në lidhje me laboratoret, patjetër që kemi mbështetje me zyrën e këshillimit të karrierës për dhe shërbimin ndaj studentit, ku marrim edhe ne informacionet që duhet, por patjetër dhe me bordi dhe me drejtuesit e universitetit, të cilët arrin të menaxhojnë dhe të na parisin ne me përgjigjet e nevojshme për gjitha kërkesat që ne kemi. Por zakonisht shqetësimet e studentëve variojnë edhe nga vitet e ndryshme që janë studentët. Për shembull, një student i vitit të parë sigurisht që ka ato pasiguri, madje mund të ketë ato pikpyetje që vijnë tek ne si student pak më të rritur dhe drejton pyetje të natyrës së ndryshme, por kemi edhe studentët e vitit 5 për shembull që zakonisht pyetjet më të shumta janë sferën e punës, pra pasi të kanë tregun e punës, pasi të përfundoj studimet, pra varet edhe nga studenti dhe në cilin vit është. Si është organizuar Këshilli Studentor, duke qenë se ne kemi edhe 4 fakultete? Po. Është pjesëmarrja 4 fakulteteve bën që dhe natyra e Këshillit Studentor të jetë një natyrë e larmishme. Përpiqemi që 3 përfaqësues nga të 4 fakultetet, pra Fakulteti i Shkencave Ekonomike, i Shkencave Humane, i Shëndetit, por edhe i Shkencave Teknike, të arrijë që të sjellë natyrën e secilit fakultet me cilësitë që ka. Dhe kjo bën që ne nga njëri tjetri edhe të mësojmë, por edhe të marrim. Për shembull, mbaj mend që aktiviteti ynë i parë lidhej me ditën botërore të shëndetit, ku pikëqendra ishte patjetër Fakulteti i Shëndetit, por edhe ne e kishim të domosdoshme sepse shëndeti është diçka që na prek të gjithëve dhe kështu ne mësojmë nga njëri tjetri, marrim informacione dhe bëhet një bashkëveprim shumë i mirë. Janë grupe në fakultete, ka koordinator për katës? Po, patjetër. Ne jemi nga 3 përfaqësues në secilin fakultet.
Kemi krijuar grupet tona me anë të cilëve ne arrim që të bëjmë mbledhje me studentët, arrim që të bëjmë anketime të ndryshme për t'i vënë vetë, jo vetëm në dieni të projekteve që kemi, por edhe për të kërkuar prej tyre mendime. Dhe më pas të gjitha këto ne i diskutojmë në mbledhje që ne krijojmë si këshill studentar, krijojmë mbledhje të paktën çdo 2 javë, është gjithmonë e realizuar nga ne si gjë. Dhe aty fillojmë dhe diskutojmë, fillojmë patjetër që mendojmë se çfarë do të bëjmë, cilat janë hapat e mëtejshëm dhe këto patjetër më pas ne i përcjellim tek drejtuesit e universitetit që ata arrin të menaxhojnë dhe të na koordinojnë edhe ne. Bukur. Cilat janë aktivitetet që keni zhvilluar në këto pak muaj? Por ndërkohë edhe një plan vjetor, sepse studentët kanë dëshirë të dëgjojnë dhe të dinë se çfarë do të ndodhi më pas. Studentët janë shumë optimistë. Në fakt, kemi kërkesa nga më të ndryshme dhe kjo është ajo që ne na motivon. Ajo çfarë thash dhe pak më parë, kemi nisur menjëherë me ditën e drejtësisë, ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse ishte bashkëveprimi të 4 fakulteteve, përcollë mesazhe shumë të forta sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese. Nga ana tjetër, kemi pasur ditë të tjera të rëndësishme, siç ishte dita e drejtësisë, dhe kishim dhe pjesëmarrje, por nga ana tjetër zhvilluam edhe një lloj konkursi me studentët për punime dhe ese të ndryshme. Kemi zhvilluar orë të ndryshme leksioni të hapura, siç mund të ishte ai fundit në kuadër të 100 vjetorit të Këshillit të Lartë të Shtetit, por nga ana tjetër, përtej asaj jetës akademike dhe fushës akademike, ajo çfarë zhvillojmë dhe argëtojmë janë edhe maratona që pritet të zhvillohet me datë 29 maj, kampionati i futbollit, java e infermierisë, patjetër, sepse ka qenë një muaj i ngjeshur me aktivitete dhe ka qenë shumë mirë. Bukur. A bashkëpunoni ju me klubet studentore? Patjetër. Me departamentet, me zyrën e këshillimit karrierës? Patjetër, sepse Këshilli studentar sapo është krijuar dhe ne kemi nevojë për informacione, kemi nevojë për mbështetje, kemi nevojë për një menaxhim. Pra, si ne arrim të veprojmë dhe të ndërlidhemi me studentët dhe zyra e këshillimit të karrierës, shërbimi ndaj studentit, organet drejtuese, përgjegjësit e departamentit janë gjithmonë në dispozicionin tonë, mund të themi, pra edhe po përkëdhelemi pak sepse ne jemi si student kreativ, ata janë shumë krah hapur ndaj ideve tona dhe është bashkëpunimi, mendoj se është çelësi i këtij organizimi kaq të mirë që kemi si këshill studentar. Cili është vizioni yt personal për këshillin studentor, Altea? Vizioni im personal është se, në fakt, këtu do doja të përcjella edhe një mesazh për studentët, sepse është mirë që të provojmë gjëra të reja, sepse në këtë mënyrë ne sfidojmë veten, arrim që të zhvillohemi së pari si individ dhe më pas të zhvillojmë edhe aftësitë tona menaxhuese, bashkëpunuese dhe unë e shoh shumë në një kuadër, në një forum shumë të gjerë dhe shumë optimiste Këshilli studentar, sepse jemi ne ata të cilët fillimisht duhet të sigurohemi për të drejtat, detyrat dhe zërin ton dhe më pas të arrim që në këtë mënyrë të sigurojmë dhe mbështetjen nga të tjerët. A ka student që janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre dhe sa aktiv janë këta në përfshirje? Unë në fakt vërtet ti e ftuar si kryetare e Këshillit studentor, po do doja edhe mendimin tënd si studente. Sigurisht që nuk mund të themi se të gjithë studentët janë aktiv. Kemi student kreativ, kemi student të cilët janë oportunist, kemi student të cilët mbasi qëndrojnë dhe pak në heshtje. Është mirë që secili prej studentëve, duke filluar që nga unë, të jemi koshient për detyrat dhe detyrimet që ne kemi dhe për të drejtat që ne kemi si student. Është mirë të mësojmë me këtë fakt, sepse pasi të mbarojmë studimet tona, ne do të jemi profesionistë në fusha të ndryshme dhe ne duhet të mësojmë që në fazat tona të hershme se cilat janë hapat që ne duhet të ndërmarrim dhe si duhet të veprojmë. Patjetër që mund të ketë edhe gabime, por mendoj që është mirë që të sfidojmë vetë dhe të gabojmë dhe të mësojmë tani sa është herët, sepse më vonë pastaj do të ishin më fatale ato çfarë ne tani mund t'i menaxhojmë fare mirë. Altea, a keni në planin tuaj për të realizuar një anketim me studentët? Sepse, dakord, më pëlqen shumë organizimi, optimizmi, dëshira, dashuria për të bërë gjëra të bukura, në veçanti aktivitetet ekstrakurrikulare që në fakt ulin stresin akademik. Por, në thellësi, për të hyrë, nuk është çdo gjë perfekte.
A keni në planin tuaj si këshill studentor për të realizuar një anketim, një sondazh në lidhje me etikën, në lidhje me bashkëpunimin gjithmonë e stafit akademik, sepse jam e sigurt që ka pengesa, jam e sigurt që ka ngërçe. Po. Në fakt në Universitetin Ismail Qemali, por edhe në secilin prej fakulteteve nuk kanë munguar kur këto anketimet kësaj natyre, sepse transparenca është ajo çfarë fillimisht na karakterizon. Studentët kanë të drejtën e fjalës, të shprehjes së tyre, ruajtja e anonimatit, po. Ndjes, edhe ne si student gjithmonë kemi qenë afër kësaj natyre dhe këto anketime gjithmonë janë zhvilluar. Patjetër dhe nga ne si këshill studentor, anketime të tilla do të merren përsipër që studenti të jetë i lirë për të shprehur gjithçka. Pra edhe një shqetësim që ai mund të ketë, sepse jo gjithçka në mënyrë absolute është e mirë. Patjetër kemi nevojë për të rregulluar dhe gjëra të cilat janë të nevojshme për t'u bërë. Është e nderët në fakt, ne përsëri do të jemi dhe do të flasim këtu së bashku. Sepse uroj që me këtë gjë të bukur në fakt që ju keni ndërmarr të ndryshojnë dhe disa gjëra që në fakt kanë qenë pengesë për realizimin e qoftë të procesit akademik, por edhe të të dëshirave të studentëve. Çfarë do të dëshiroje të ndryshoje, Altea, si studente, por dhe si kryetare e Këshillit Studentor në të ardhmen? Atëherë, e vetmja gjë që do doja të ndryshoja, do të lidhej thjesht vetëm me të besuarit në vete. Është shumë, sado që të përpiqemi të marrim nisma të reja, nëse ne si student, por edhe si individ, nuk besojmë në vete, është e pamundur për të qenë në krye të një rrugtimi. Dhe e vetmja gjë, unë do ta lidhja me emocionale dhe subjektive, sepse para se të shkojmë te objektivi dhe para se të shkojmë tek projektet, nismat që ne marrim, duhet të besojmë në veten tonë, në zërin tonë, të jemi të sigurt, sepse nëse kemi buzëqeshën brenda, do të arrijmë ta reflektojmë shumë bukur dhe jashtë. Ti je shumë lumtur që je studente e Universitetit të Florës. Mirë. Jemi në fazën ku maturantët po aplikojnë. Po. Do doja që të jepi një këshill, ndoshta edhe një thirrje, që ata të jenë pjesë e Universitetit të Florës, e merituar. Por këtu do doja ta dëgjoja prej teje. Patjetër, në fakt përfitoj nga rasti sepse kemi zhvilluar edhe Open Day, ditën e promovimit në fakt të Universitetit Ismail Qemali, ku kishim pjesëmarrës gjimnazistë nga gjimnaze të ndryshme dhe ishte një ditë e paharrueshme. U kthyem edhe ne si studentë edhe një herë në bangat e gjimnazit dhe në ato emocionet se çfarë do të zgjedhim, por të gjithë maturantëve u bë një thirrje që të bëhen pjesë e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, të ndjekin ëndrat e tyre, të mos hezitojnë as pak nga as edhe ndonjë person, patjetër këshillat do t'i dëgjojnë, por bëhuni pjesë e këtij universiteti sepse buzëqeshja që më karakterizojnë që e tham dhe pak më parë, është nga kjo eksperiencë e bukur që mua më është falur dhe kam arritur të mësoj shumë gjëra dhe të përgatitem për një të ardhmë më të mirë për veten time. Kthehemi pak tek Altea? Cilat janë dëshirat e tua personale për të ardhmen? Në fakt, dëshirat e mia sigurisht kanë fokus edhe degën që unë jam duke studiuar. Do të më pëlqente shumë të isha një prokurore shumë e mirë, por do të më pëlqente shumë edhe të isha edhe një pedagoge shumë e mirë, se më pëlqen ndërveprimi dhe bashkëveprimi me studentët. Kam shumë dëshirë që të mësoj të tjerët ato çfarë unë mund të di, dhe mua më pëlqen shumë diversiteti, më pëlqejnë shumë njerëzit e ndryshëm, mendimet e ndryshme dhe do të punoj dhe do të shpresoja shumë që t'i realizoj ëndrat e mia. Sa mbështetës janë pedagogët? Dhe a përfshiheni ju si student në projekte kombëtare, ndërkombëtare, programet Erasmus që janë shumë të rëndësishme? Po, patjetër, jeta studentore është shumë e pasur. Vetë kam qenë pjesë e disa debateve universitare, konkurseve, tani më jam në një konkurs Halimi Foundation dhe vlen të them se janë eksperienca të cilat arrin të mësojnë dhe janë pedagogët ata të cilët ne na asistojnë dhe na bëjnë që ne të kemi besimin në vete për të provuar, sepse është sigurisht që kemi dhe ne frikrat, pasiguritë tona, jemi ende të rinj, nuk kemi aq shumë eksperiencë, por mbështetja nga pedagogët tanë është shumë e madhe. Ne drejtohemi me njëri tjetrin me termin koleg dhe kjo ne na arrit vetbesimin dhe na bën që
Dhe ne nga modelet e tyre të përfitojmë më të mirat dhe nesër ose pas nesër, pra në një të ardhme, të arrim që të jemi ne profesionistë të fushës. Dhe kjo na ndihmon shumë, këto eksperiencat ose dhe Erasmuset e pasurojnë shumë jetën tonë studentore dhe na mësojnë vërtet shumë. Cilat janë pikat e forta të Universitetit të Vlorës që një maturant duhet të zgjedhë këtë universitet? Patjetër që pikat e forta kur flasim, unë gjithçka e lidh me jetën studentore, për te një stafi akademik shumë të përgatitur me profesionistë dhe me një karrierë e cila mjafton që thjesht të klikosh një emër dhe do të dalin shumë CV të pasura. Jeta studentore është thelbi, mendoj, për studentin. Pra, përtej aktiviteteve ekstra kurikulare që ne mund të argëtohemi dhe të menaxhojmë dhe stresin ndonjëherë si student, ne arrim që përtej leksioneve, seminareve, provimeve, të sfidojmë veten tonë dhe të provojmë drejt projekteve, trajnimeve, konferencave, praktikave të ndryshme, sepse ai është çelësi i suksesi. Kështu që ajo çfarë unë i bëj thirrje maturantit është praktika. Është praktika shumë e domosdoshme dhe Universiteti i Vlorës Ismail Qemali këtë gjë ofron. Dhe them me plot bindje sepse kam qenë pjesë e secilës prej këtyre që unë sapo përmenda. Cili është aktiviteti i radhës? Atëherë, për aktivitetin e radhës jemi duke zhvilluar një maraton në datën 29 maj, të gjitha fakultetet, patjetër për të përcjellë dhe mesazhe të forta, por dhe më pas kemi dhe projekte të tjera që duam të punojmë dhe t'i lëmë surprizë për studentët. Jemi shumë të emocionuar, entuziaste dhe por që për kaq pak kohë që na ka mbetur, mendojmë se do bëjmë punë shumë të bukura. Okej. Unë të falenderoj shumë, përveç se e bukur, ti edhe shumë e mençur. Shumë faleminderit, dhe për mua ishte një kënaqësi e madhe.